Flamurtari dhe Vora janë ndarë me një barazim 1-1 në ndeshjen që mbyllte javën e 13 të superiores. Një takim shumë i rëndësishëm për të dyja skuadrat, por që me pikën e ndarë nuk i prishin punë njëra tjetrës. Ndeshja ishte emocionuese për ata që ndoqën nga shkallët e stadiumit, teksa të dyja skuadrat studionin në fillim njëra tjetrën në një lojë të barabartë, por pa rrezikuar portat respektive. Gjithçka ndodhi në pjesën e parë ku në një sfidë të tensionuar, golat e Todoroskit dhe Kasallës brenda pak minutash në këtë fraksion loje vendosën shifrat në 1-1. Takimi do të zhbullokohej në minutën e 33, pas një rivënie anësore, Murata i gjuan dhe gjen përgjigjen e Ruçit. Todoroski është i vëmendshëm dhe shtyn sferën në rrjet. Pas golit të Flamurtarit ka protesta nga Stoli Vorës, ndërsa drejtori sportiv Bazion Tragaj u largua me karton të kuq nga gjyqtari Kreshnik Bajramaj. Në minutën e 40 do të vinte edhe Baraspesha nga Vora. Bajramaj jep spektakël me një depërtim në të majtën. Gjuajtja e tij ndalet nga portieri, por sfera shkon te Kasalla, i cili e shtyn në rrjet. Në të dytën, rastet ishin me pikatore, duke triumfuar më shumë dëshira për të mos humbur, teksa faullet e shumta bën që të shijohej pak futboll, me barazimin që nuk ndryshoi pozitat e skuadrave në renditje. Ndeshjen e radhës, Flamurtari e luan në transfertën e Rogozhinës, aty ku e pret Gnatja në një takim të jetë të vështirë. Trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero u shpreh pas takimit se skuadra e tij meritoi më shumë se një pikë, duke theksuar dominimin dhe rastet e krijuara. Questo pareggio secondo me è immeritato perché secondo me la squadra ha giocato per vincere, ha giocato fino all'ultimo minuto per vincere. Një barazim i pa merituar sepse sipas me ekipi Lozi deri në fund për të fituar. I ragazzi hanno dato tutto in campo. Çuna dhan gjithçka në fushë. È un momento difficile. Është një moment i vështirë. Che capisco che comunque il nostro pubblico e anche i ragazzi vorrebbero le vittorie. E kuptoj sidoqoftë publiku jon dhe çunat dëshirojnë fitoret. Anch'io sono dispiaciuto perché pensavo comunque di prendere 3 punti. Unë jam i zhgënjur se mendoja se do merrim 3 pikë. Il primo errore che facciamo, gli avversari ci fanno gol. Te gabimi i parë që bëjnë kundërshtarët na shënojnë direkt. La squadra ha mantenuto bene il campo. Ekipi e mbajti mirë fushën. Hanno dato il 100%. Dha 100%, kështu që quindi dobbiamo iniziare da questo. Duhet të fillojmë nga kjo. È inutile stare qui ad elencare quanti giocatori ci mancano. Është e kohë që të qajmë lojtarët që na mungojnë. Abbiamo tantissimi infortunati. Kemi shumë dëmtime. Però non mi va di trovare alibi perché alibi nel calcio non esistono. Nuk më vjen për shtat që të gjej alibi në futboll nuk ekzistojnë. Quindi dobbiamo essere anche un po' fortunati, ecco, perché abbiamo avuto 2 o 3 occasioni da gol. Duhet jemi edhe pak me fat se kemi pas 2-3 raste për gol. E non siamo riusciti a far gol. Edhe nuk arritëm të shënonim. Një javë ngjeshur do të luani me Gnatjen pas Dinamon. Una settimana carica con 4 giorni giochi con Gnatja dopo con Dinamo. Sì, tutte le partite sono difficili. Të gjitha ndeshjet janë vështira. Noi dobbiamo scendere noi giochiamo per vincere. Ne futemi në fushë vetëm për fituar. E quindi mi auguro che prima o poi arrivano le vittorie, perché questi ragazzi si stanno impegnando dal primo giorno che sono venuto. Të shpresoj që pak a shumë të vinë fitore se këta çunat janë shtrënguar që ditën e parë që ka marrë bene del Flamuntari. Të jemi të bashkuar dhe incitare questi ragazzi in questo momento sono. Dhe të shtim të çunat në këtë momente që janë vështirësi. Non troviamo la vittoria. Sepse nuk gjejmë fitore. Nga ana tjetër, trajneri i Vorës Arjan Bellaj u shpreh i kënaqur me reagimin e skuadrës dhe me pikën e marrë në këtë transfert. Ai vlerësoi karakterin e lojtarëve të tij. Po sigurisht i kënaqur, unë dua të përshëndes çunat pasi në këtë stadium fantastik që është në këtë moment është një stadium futbolli nga më të bukurit në Shqipëri, përveç Are Albanesi të ofron gjithçka dhe më vjen keq që Flamurtari është te kjo zonë e ftohtë, duhet të gjej atë kurajon, duhet të gjej mundësinë që të ngjitet pasi të gjitha mundësitë i ka. Për ndeshjen dua të them se pjesën e parë bërë mirë, pjesën e dytë kishte momente që 15 minutë, 12 minutë në parë Flamurtari hypi shumë lart, duke bërë dhe ndrimet e dura, ndihmuam ekipin, duke ardhur prapë aty që mos linin Flamurtarin dhe na bëjmë sa më larg portës për të shënuar, pasi e dim që ka lojtar shtat lart edhe cilësor si nga krahët me trashin duke kryesuar, po edhe brenda zonës me lojtar shtat lart që shënojnë, po për këtë kanë merita dhe mbrojtja jonë që nuk lanë asnjë mënyrë edhe asnjë çast për
ekipin e Flamurtarit të marrin topat. Është shpejt, edhe për ne, edhe për Flamurtarin është shpejt të flasësh, të gjitha mund të flasësh se të jesh i qetë kur ke siguruar ato pikët që matematikisht do të mbajnë në Super League dhe është shpejt të themi edhe për ne, edhe për Flamurtarin. Thjesht ne do vazhdojmë të luftojmë, të punojmë, pasi kemi mangësi dhe duhet të përmirësojmë akoma më shumë disa gabime që bëjmë, për në vazhdimësi se kampionati ishte gjatë dhe duam këtë ikon që kemi krijuar deri tani mos ta hedhim poshtë.